Me rritjen e moshës paraqiten edhe problemet shëndetësore ose problemet në pasar, sepse dihet nëse një çift lidhet, pas tyre kanë me ardhur fëmija, domethënë shtatzania, aspekti riprodhues dhe në këtë këndvështrim duhet flasim më tepër që të jenë të informuar më saktë, pa dash me paraqyku, sepse kjo është çështje e aspektit social, dashuria mes dy njerëzve normalisht gjithmonë është diskutuar se dashuria nuk njeh moshë. Megjithatë, ne më shumë e diskutojna këtë aspektin e moshës të nanës, kur nana është, sepse me rritjen e moshës fillon mu dobësu edhe aspekti riprodhues i gruas. Mbi moshën 35 vjeçare, normalisht që përveç që dobësohen qelizat riprodhuese, edhe paksohen, normalisht edhe në aspektin edhe nëse ndoshta zania, edhe matutje mundet me pas probleme sa i përket pasardhësve, normalisht në vazhdimsinë e shtatzanisë, qoftë në komplikime gjatë shtatzanisë, qoftë edhe ato që lidhen me sindrome të ndryshme që lidhen me aspektin kromozomal. Por sigurisht se tema është ndëlidhet më tepër kur mosha është tek faktori mashkullor. Dhe në këtë rast, normalisht që dikush mundet me thonë që po nëse mosha, aspekti mashkullor nuk ka rëndësi, është më rëndësi nana me kon e re dhe pastaj me ecë shtatzania mirë. Ose dikush mundet me thonë që ka raste kur baba ka qenë 45 vite dhe ndërsa nana ka qenë 25 vite dhe ka shku shtatzania gjithçka në rregull. Po kur flasim në aspektin statistikor, ne flasim gjithmonë me rastet dhe probabiliteti i problemeve që mundet me ndodhë. Me rritjen e moshës së mashkullit, përkatësisht babës, rritet edhe shanca për probleme kromozomale të aspektit zhvillimit mendor të çatij pasardhësi, dhe në anën tjetër edhe problemet në disa studime edhe ulëmtime shkencore që janë bërë deri më tani, kryesisht aspekti i autizmit lidhet me moshën e babës.